Hoxhë nderuar, cilat janë veçoritë e këtij 10 ditë? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Allahu i lartësuar ka veçuar disa krijesa ndaj disa të tjerave. Zoti i gjërësisë ka veçuar disa muaj ndaj disa muajve të tjerë. Allahu i lartësuar i ka veçuar disa ditë ndaj disa ditëve të tjera. Dhe ndër këto ditë që ka veçuar i Madhi Zot, ditët më të mira të vitit, janë pikërisht këto ditë në të cilat ne ndodhemi. Pra 10 ditët e muajit Dhulhixhe. Allahu i lartësuar është betuar në Kur'an. Mbi këto 10 ditë, Zoti i gjithësisë thotë wal fajr wa layalin ashr. Pasha muzgun e agimit dhe 10 netët. Komentatorët e Kur'anit thonë që Zoti i gjithësisë ka për qëllim me këtë betim 10 ditët e muajit Dhulhixhe. Zoti i gjithësisë i dërgon këto sezone mirësie që njerëzit t'i shfrytëzojnë dhe janë me të vërtetë ditë veçanta, ku Muhamedi alayhis salam për këto ditë çfarë thotë? Dita më madhështore tek Allahu i lartësuar është dita e Kurbanit, pra dita e 10 e muajit Dhulhixhe. Po ashtu Muhamedi alayhis salam thotë nuk ka ditë ku në to punët janë më të dashura tek Allahu i lartësuar se sa këto 10 ditë. I thanë, o i dërguari i Zotit, as lufta në rrugt të Allahut, sa as lufta në rrugt të Allahut. Përveç ta një njeri, pra kuptimi i fjalëve të Muhamedit alayhis salam, përveç një njeri i cili del ai vetë bashkë me pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë. Pra imagjinoje se sa madhështore, sa të veçanta janë këto ditë dhe sa e veçantë është puna në këto 10 ditë muajit Dhulhixhe. Po ashtu, në këto ditë është një ditë madhështore, dita e Arafatit. Agjërimi i së cilës është shkak për fshirjen e mëkateve të vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Madje në këtë ditë është plotësuar feja, siç edhe na tregon Allahu i lartësuar në Kur'an, ku thotë el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u plotësova ju fen tuaj dhe përsosa ndaj jush dhuntin time dhe zgjodha për ju Islamin si fe. Ky ajet pikërisht ka zbritur në ditën e Arafatit, e cila është pra në këtë 10 ditë. Këto ditë janë ditë që të parët e umetit i shfrytëzonin shumë. Angazhoheshin shumë në maksimum në këto 10 ditë. Madje këto ditë janë më të mira se 10 ditë që i fundit i Ramazanit. Farzi në këto 10 ditë, shpërblimi është më i madh. Nafilet që falen në këto 10 ditë, shpërblimi i tyre është më i madh se nafilet që falen gjatë gjithë vitit. Leximi i Kur'anit, ruajtja e lidhjeve farefisnore, respektimi i prindërve, sjellja e mirë, bamirësia, pra agjërimi, pra besimtari në këto 10 ditë, nga që janë ditë të veçanta dhe shpërblimi i punëve të mira në këto 10 ditë, pra është edhe më i madh. Prandaj, normal i mençur është ai besimtar i cili kur i dëgjon këto argumentet Kur'anit, porosit Muhamedit alayhis salam, i dëgjon këto veçori, pra të këtyre ditëve, të cilat, siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, pra tregon për haxhin, i cili pikërisht është në këto ditë. Pra shëndrimi në Arafat është në këto ditë. Dhe tregon Allahu subhanahu wa taala për haxhin, thot el-hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është në ditë të caktuara. Këto 10 ditët e muajit Dhulhixhe, pra 10 ditë që i parë, është pra fundi i muajve të haxhit. Veçoritë e këtyre ditëve janë tepër të mëdha. Prandaj lumë për atë që i shfrytëzon.